në Van Horn që e ka ajo? Përse vajtë, kush e dërgoi? Po, avokat, ka dhe një këndvështrim tjetër që pas kësaj vizite, kemi një vizitë të ngarkuar me punë, të nderuarës, edhe në kryesinë e kuvendit, edhe në gjykatë kushtetuese, pra të gjitha institucionet ka pasur takime, mesazh për drejtësinë, mesazh për parlamentin, legjislativin, për në nisjen e sesionit të ri parlamentar, mesazh për ekzekutivin. Te kjo skupidjarja e Athinës, përse ul, përse vate? Kush e ftoi? Se nuk e di. Po, qeveria ka bërë ftesa sa aktivitetin nga qeveria, besoj, ose nuk e di, nga kompania që nuk e di. Pra është kompania, zotëris, janë sa aksionerat janë atë kompani që qëtë amerikane, por që në fakt është investim kinez dhe para shkojnë në Kinë. Ja kjo po bëhet në Shqipëri. Dhe këtë ka bërë ajo zonja. Dhe prandaj dënoj me gjithë forcën e një qytetari shqiptar, e një adetari shqiptar, një sovranisti shqiptar, të theksuar si që janë vetë, sa shtoj një vetën ashtum një dhe opinioni publik, dhe dënoj veprimin e saj. Edhe i them zonjë, mos them në fjalë tjetër, se nuk lejohet për edukat, të lutem, por i them zonjë, theri mendjes dhe merr valizën e ik. Avokat, unë nuk mendoj që është ashtu sikur duket, pasi besimit e Shtetet e Bashkuara ndoshta është shpresa e shumë shqiptarëve vetëm që kanë mbetur që mund të bëjë diçka për të përmirësuar situatën. Atëre, ky besim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një fije lidhëse, një kordon që na lidh Washingtonin me Tiranën, presidentin amerikan me popullin shqiptar, dhe një nga ata shpresit e opinionit publik të Shqipërisë jam unë, dhe si që keni parë videot dhe lajket që jepen dhe komente që bën në emisionet tuaja, janë të tëra pozitive, janë të tëra në favor tim. Atëre unë po e pyes prap po pyes zotëri. Kush e dërgoi këtë te Edi Rama? Se nuk je ftesë zyrtare. Ka vajtur te kuvendi, ka vajtur dhe te gjykata kushtetuese, punë për të çka bërë, çka thënë nuk e di. Dyshoj se mos ka vajtur që të zbatoj politikën e Edi Ramës në Shqipëri për të Edi Rama në pushtet. Ja këtë dyshoj unë. Dhe të pohoj të kundërtën ajo zonja. Se fakti që ndonjë në krah, në prehërin e Ballukës, për mua është tradhti, shqip pastër sakt. Por është tradhti. Ndoshta do mendoni ndryshe avokat, nëse pas 2-3 muajsh ku të bëhet ai 90 diçi, mund të kemi rezultate të tjera nga Shtetet e Bashkuara për situatën këtu, për persona, për individ, për korporata, për biznese, shoqëria. Shumë dakord. Atëherë në bazë të situatave të ngjarjeve që do ndodhen, do japim dhe mendimet tona. Sot mendimin tonë japim në këto kushte që jemi, në këto ngjarje që kanë ndodhur. Se çdo vi nesër nuk e di. Pra do të përgjigjemi dhe të nesërmen. Ne nuk harrojmë, por unë prap dua mendimin e kryetarit të partisë Shpresa Demokrate Shqiptare. Të dalë të prononcohet në orën 6 që do dalë sot, dhe të thotë cili qëndrimi i tij për vajtjen e ambasadores amerikane atje. Kaq. Por aty tek takimi që ndoshta të dyja palët kanë qenë të ftuar avokat, shumë lëvdata për kinezët, sikur e thashtë më lart të kryeministrit. Ndoshta e kishte edhe me spond për amerikanët në këtë rast ai, apo jo? Se gjuan pra te ka marrë Van Hornin atje. Dhe Van Horni ka mbështetur ato deklarata të kryeministrit për Kinën. Prandaj po i vjen shkopinë në rrota presidentit amerikan në Tiranë. Dhe kjo është tradhti që i bëhet presidentit amerikan në Tiranë, duke vajtur dhe duke marrë pjesë ajo në një mbledhje në të cilën thuren lëvdata të jashtëzakonshme për Kinën, duke ditur që Amerika nesër pas nesër mund të hyjë luftë me Kinën. Kjo zonjë për kë vajti? Ik më zonjë, ik liro zyrën. Si e pra ty ti? Avokat, ne kemi biznese kineze këtu që funksionojnë në nivele që mund ndoshta të prekin sigurinë apo jo? Një sekond. Ne kinezët në teknologjinë ushtarake e kemi gjithandej. Sepse armatim kinez kemi pasur. Megjithëse dhe atë që patëm e martuan, ta e zhdukën. Por vi prap tek vizita, tek vajtja e asaj zonjës Horn, që për mua është një jurikim numër 2, por nuk është jurikim e verdhë, është një jurikim e bardhë. Dhe është një tradhti për mua,
është një tradhti që na bëhet neve të djathtëve sovranistëve shqiptar të vënë të ulen në krah të një të pandehure. Është e pandehura e zotëri. Ajo duhet ishte me pranga në duar. Është spaku i krijuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që atë ka shpallur të pandehur dhe spaku që ka kërkuar që ajo asaj të heqet imuniteti dhe të vej para drejtësisë. Dhe zonja Horn vetë e rrin krah saj. Tani më thoni ju çfarë mendoj unë? Se tani po na bëjnë budallë me pahir këta. O zonja Horn, nuk kemi budallë neve, ne s'kemi shumën se jeni fuqi e madhe dhe ju përfaqësoni Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne nuk kemi budallë, nuk na bëni dot. Vajtja jote atje zonjë është letër kredenciale për zonjën Balluke, shkurt, qartë, sakt. Avokat, më lejoni t'ju them që unë kam mendim tjetër. Dahem në këtë rast me kënaqësi, mua më pëlqen debati, ti e di. Po, jeni liberal në këtë aspekt edhe unë ju falenderoj që lejoni diskutimin dhe mendimin e lirë. Pra kam mendim tjetër për Shtetet e Bashkuara, por më lejoni t'ju them me që jemi tek çështja Balluku në datë 28. Po për ambasador, të lutem, më the për Shtetet e Bashkuara ke mendim tjetër. Tani